Sot do të flasim për një nga aktoret më të suksesshme në Turqi, se si ata e shkatroi depresioni dhe se si ajo për shkak të tij gati sa nuk humbi vetveten. Pasioni i saj i vetëm dhe gjithë përfshirës ishte vetëm vallëzimi. Që në moshë shumë të re, jeta e Aybike Pusat ju nënshtrua disiplinës së rrept. Ajo hyri me sukses në departamentin e baletit të një konservatori prestigjos. Baleti është më shumë se sa thjesht një art i bukur, është një torturë e përditshme dhe e mundimshme për trupin. Ai përfshin gishta të përgjakur, kufizime të ashpra, lot nga dhimbjet e padurueshme dhe një mungesë të plotë të një fëmirie normale, por për Aybiken asgjë nga këto nuk ishte rëndësi. Ajo ishte fjalë për fjalë e fiksuar pas skenës së madhe, jetonte vetëm për vallëzimin dhe e shihte të ardhmen e saj në dritat e ndritshme dhe verbuese të teatrove kryesore të botës. Hiri i saj, këmbgulja fantastike dhe talenti i saj i jashtëzakonshëm natyror e dallonin nga koleget e saj studente. Duket se një karrierë e shkëlqyer si balerinë e parë e priste, por fatkeqësisht, fati kishte plane të tjera. Në moshën 19 vjeç, kur trupi i saj duhej të kishte arritur kulmin, ndodhi një ngjarje të tmerrshme dhe e pariparueshme. Një dëmtim i rënd, këputja e muskujve dhe probleme të rënda të kyçeve, mjekët dhanë një vendim të akull që tingëllonte, si një dënim e vdekje për aktoren. Ajo nuk do të kërcente më kurrë profesionalisht. Në një çast, e gjithë jeta e saj, e ndërtuar me kujdes rreth këpucëve me maj, u shndrua në hi. Për vajzën e re, kjo ishte një katastrofë e plotë. Aybike u zhyt në një depresion të thellë. Ajo u mbyll nga bota, plotësisht e paaft për të kuptuar qëllimin e të jetuarit. Gjatë kësaj periudhe të errët, të dashurit e saj e bindën të merrte pjesë në kastin e Miss Turqia 2014, ishte vetëm një mënyrë për të shpëtuar mendimeve të saj të errta. Ajo erdhi pa pritje apo etje për famë, por prania e saj nga baleti dhe trishtimi i fshehur ma gjepsën jurin. Aybike papritur zuri vendin e tretë. Ky moment u bë një pikë kthese. Konkursi nuk ja shëroi plagën menjëherë, por i hapi derën për një botë të re kinemaje. Kështu, këpucët e saj të thyera me maj u bën një trampolin drejt famës së madhe, diçka që ajo as nuk mund ta ndëronte në ato ditë të errta. Pas një fillimi të suksesshëm në serialin Medcezir, në të cilin Aybike hyri pikërisht pa asnjë trajtim apo përvojë në aktrim, asaj u desh të luftonte një rast të rënd si sindromës mashtruese. Një grua e re e mësuar të komunikonte me botën përmes gjuhës së trupit në balet, tani duhet të provonte të drejtën e saj për të qenë në kamera. Dhe pikërisht midis aktorëve të njohur, por një triumf i vërtet dhe i jashtëzakonshëm e priste. Përparimi i saj erdhi kur Aybike u zgjodh për rolin e doktoresh Bahar, të guximshme dhe parimore. Në hitin e dramës së luftës, SOS, projekti menjëherë u ngjit në krye të shikueshmërisë, dhe dyshja në ekran e Aybike Pusat dhe Tolga Saritash u bë një fenomen absolut i televizionit turk. Kimia e tyre në ekran ishte e shkëlqyer, e gjallë dhe magnetike sa miliona shikues refuzuan kategorikisht të besonin se ishte thjesht aktrim profesional. Gazetat çdo ditë botonin tituj rreth romancës së tyre të fshehtë dhe fansat e përkushtuar analizonin çdo veprim. Dhe kështu brenda natës, Aybike u shndrua nga aktore aspirante në super yll kombëtar. Por kjo përrallë e bukur televizive u shndrua në një tronditje mizore për fansat. Në finalen dramatike të sezonit të dytë, krijuesit ndërmorën një hap të paprecedent, ata vran personazhin kryesor. Vdekja e Baharit ishte një bombë. Mediat sociale shpërthyen në zemërim dhe konfuzion. Shikuesit sulmuan shkrimtarët dhe producentët. Organizuan protesta masive në internet dhe kërcënuan me një bojkot të plot të sezonit të tretë. Megjithatë, intriga më e madhe u zhvillua jashtë xhirimit. Pse aktoria u largua papritur nga projekti me vlerësimin më të lartë të vendit në kulmin absolut të popularitetit të tij? Njoftimet zyrtare për shtyp deklaruan se haku i personazhit thjesht kishte marrë një fund papritur, por prapa skenave në Turqi, teoritë e konspiracionit qarkulluan, për shpëritje qarkullonin. Për konflikte serioze të fshehta në sheshxhirim, dallime krijuese me regjisorin dhe madje
edhe presion të padurueshëm për shkak të thashethemeve për një ofertë. Vetë ai Bike zgjodhi një teknikë heshtjeje krenare, gjë që vetëm sa i shtoi benzin zjarrit të intrigave. Ky largim skandaloz e cimentoi përgjithmonë statusin e saj si aktore që nuk kishte frikë të thyente rregullat e vendosura dhe të largohej fitimtare dhe t'i linte shikuesit me zemër të thyer. Pas një drame të vështirë dhe emocionalisht shtyrëse, si dhe largimit të saj të papritur, ai Bike vendosi të ndryshonte rrënjësisht rolin e saj. Ajo bëri një hap të papritur drejt një zhaneri më të lehtë dhe pranoi rolin kryesor në komedinë romantike You Are Everywhere. Në shoqërim, ajo u çiftëzua me karizmatikun Furkan Andiç. Çifti perfekt në ekran fitoi menjëherë miliona zemra. Shkëndija fluturuan jo vetëm në ekran, por edhe jashtë tij. Megjithatë, pas kësaj pralle televizive me shkëlqim, një skandal masiv dhe shkatërues po zgjente me shpejtësi. Një skandal që së shpejti do të trondiste fjalë për fjalë të gjithë biznesin turk të shfaqjeve. Problemi ishte se aktori Furkan Andiç ishte ish i dashuri i aktores së famshme Dilan Çiçek Deniz, por shkalla e vërtetë e katastrofës qëndronte në një detaj pikant. Dilan ishte një nga shoqet më të ngushta të ai Bikes. Miqësia e tyre filloi në vitin 2014, kur të dyja gratë garuan krah për kurorën në konkursin e bukurisë Miss Turqia. Ato filluan rrugën e tyre të vështirë drejt famës së bashku, duke mbështetur sinqerisht njëra tjetrën dhe duke ndarë sekretet e tyre më të thella, dhe pastaj krejt papritur. Gazetarët filluan të vinin në re shikime dyshuese midis ai Bikes dhe Furkan. Pastaj erdhi një gjest publik që në epokën e mediave sociale flet më shumë se çdo deklaratë. Dilan Çiçek Deniz hoqi ai Biken nga Instagrami dhe fshiu pa mëshirë. Të gjitha fotot e tyre së bashku ishte një deklaratë e hapur lufte, shtypi menjëherë shpërtheu, me tituj britmash, duke i vjedhur të dashurin shoqes së saj më të mirë. Ose një deklaratë tjetër, thik pas shpine nga shoqja e saj. Ai Bike u përball me një orë tek kolosal urrejtje të dërbuar e akuzuar për tradhti cinike. Pas gjithë kësaj vorbulle, çifti kapej shpesh në pushime sekrete jashtë vendit, fotografohej në aeroporte dhe në plazhe. Kështu ata e vazhduan romancën e tyre për vite me radhë. Historia e tyre ka tërhequr vëmendjen e shumë fasave, por si gjithmonë jeta private e tyre mbetet krejtësisht larg syrit të publikut. Ne do të vazhdojmë t'ju sjellim zhvillimet më të fundit dhe informacionet më të besueshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta abonoheni në kanal dhe ta aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asnjë video të re. Faleminderit që ishit me ne dhe shihemi në videon e ardhshme.